Shqipëria është e mbushur me vende të bukura për të vizituar dhe jo më larg se 1 orë e gjysmë nga qyteti i Shkodrës gjendet një port i vogël që të dërgojnë në një vend të magjishëm. Përpara se të mbërrish në port apo ndryshe kalatën e tragedave dhe varkave të Komanit, është një tunel i gjatë që fare mirë mund të cilësohet si porta drejt pasurive ujore të Alpeve shqiptare, që në orët e para të mëngjesit vëren turistë të shumtë dhe pavarësisht se përshkojnë të njëjtin tunel, jo të gjithë kanë të njëjtin destinacion, sepse prej aty mund të shkosh përmes lundrimit me tragjet në Fjerz, më pas Valbon, ose në Lumin e Shalës, e që njihet si Tajlanda shqiptare. Do në këtë qase në kalatën e Komanit dhe sa po kam mbërritur, sigurisht do të kem destinacion Lumin e Shalës, por ky është pikë takimi i parë për gjithë ata që duan të shkojnë drejt këtij destinacioni. Në fakt se do duhet të marrin barkën apo anijen për të çuar drejt Lumit të Shalës. Nga Komani në Lumin e Shalës udhtimi zgjat rreth 75 minuta dhe rruga e vetme për të vajtur atje është ajo ujore përmes lundrimit me barka apo anije të vogla. Mund ta quajmë pa më dyshje si pjesa më e bukur e udhimit deri në destinacionin final. Rrethuar mes malesh të larta, që duket sikur prekin qiellin, ky lundrim ofron pamje të jashtëzakonshme duke nisur nga Alpet që qëndrojnë krye larta dhe krenare, ngjyra e gjelbër që vesh këto male dhe që reflektojnë edhe në ujërat e liçenit të Komanit, ndërsa vëren se kjo rrugë ujore për shkak të rritjes së numrit të turistëve që vizitojnë këto zona, ka gjithnjë më shumë anije dhe mjete të tjera ujore që lundrojnë në të dhe një fluks të shtuar të lundrimit të tyre nëpër liçen. Rrugës ujore është edhe një ishull i veçantë të cilin vendasit e quajnë si ishulli i Paqes, ndërsa ishuj të tillë formohen për shkak të grumbullimeve të mbetjeve lumore. Në një moment të udhimit, ndodhesh në një kryqëzim ujor, ku njëri drejtim të qenë për në liçenin e Fjerzës, e më tutje në Valbon, ndërsa tjetri në Lumin e Shalës. Pak pa mbërritur në destinacionin final është një tjetër bukuri natyrore, një shpellë ujore që ma gjeps çdo që e shikon nga afër, ndërsa në këtë vend pak vite më parë bëhej plazh, e kjo ndodhte për shkak të rënjes së nivelit të ujit. Nuk i ngjan askujt për nga bukuria, ai është një dhe i vetëm, unik në llojin e tij. E kanë etiketuar si Tajlanda shqiptare, por në fakt është thjesht Lumi i Shalës. Kjo perlë me ujëra të kristalt, e fshehur mes malesh nga viti në vit ka nisur të pres turist nga qytete të ndryshme të vendit, por edhe nga shtete të largëta. Mirë, ne po presim me u largu se kemi ardhur që dje, në fakt. Se keni zgjedhur Lumin e Shalës? Po na e kishte rekomanduar Tajlandën e Shqipërisë, kështu që Nga e morët informacionin për Lumin? nga miqt. Është hera parë këtu? Po, kemi parë edhe emisionet e këto dhe na ka pëlqyer, na pëlqen. Po, dhe gjithë pamja, lumi që ishte kristal për ta pirë ujin, shumë bukur ishte. Organizimi s'ishte keq, shërbimi mirë ishte. Ishte mjaftueshëm një herë për ta vizituar Lumin e Shalës apo për këto? Edhe mund të kthehesh, po, pse jo? Po, shumë mirë është. Unë vim nga Gjeneva në Zvicër dhe është hera e parë për mua këtu. Sa po kam bërritur, por më duket shumë bukur, natyra thjesht madhështore. Nga vini? Nga Lushnja. Dhe keni zgjedhur ditën e sotme ta kaloni me Lumin e Shalës? Kishim dëgjuar, po jemi manitur, është me tërmendje e bukur. Kishi dëgjuar më tepër në televizion apo në Edhe internet? në televizor dhe në internet, po që pamja këtu, prekja këtu është gjë e veçantë. Po çfarë po ju pëlqen më tepër këtu? Të gjitha, natyra, ajri, uji është i veçantë, i pastër, i ftohtë. A ishte e lodhshme për të ardhur deri këtu? Ishte pak, mos themi që ashtu. Cila ishte pjesa më e bukur e udhimit?
Udhëtimi më i bukur ishte nga Giga e Komanit aty dhe deri këtej me traket. Pastaj ishte çike lashur me makinë. Si ke mërë 5 orë? Edhe ju nga Lushtja? Po. Do të vini sërish në lumin e Shalës apo me kaq mjaftoni? Besoj. Ti mirë vështet, po që mirë do vim patjetër. Po çfarë keni bërë deri në këtë moment të ditës tu? Vanëm deri në fund, të futëm pak në ujë, po shikojmë si është ambienti. Dhe si po ju duket ambienti? Shumë i bukur. Edhe po në përtje investimet i po bëhet. Po sa i përket ushqimeve, çfarë keni konsumuar? Ajo, ne na thanë që duhet marrë ushqim me vete, që vërtetë dhe nuk morën parkim, për shkak që nuk kemi morë me vete. Se këtu pa ajo që na pruri, tha mirë ushqim me vete se atje nuk zgjeni. Tani lumin e Shalës e kanë quajtur si Tajlanda shqiptare. A është vërtet kështu apo e kanë egzageruar? Jo, ne kur lexojmë në YouTube, ashtu thuhet. Që e mrekullueshme. Lumi i Shalës është një lum i përshtatshëm për të notuar dhe të kridhesh në ujin e kristal të tij është një nga kënaqësitë të shumtëve që vizitojnë këtë vend. Koli është nga Shkodra dhe ai një pjesë të madhe të kohës e kalon duke përshkuar itinerare të ndryshme me biçikletë, nga më të lehtat tek më të vështirat. Por sot ai zgjodhi të lërë biçikletën e të kalojë ditën në lumin e Shalës. Se ke ardhur në lumin e Shalës? Atëherë thëmë drejtën, unë jam njeri që lisi një bicikleta për gjithë ata që më njohin. Dhe doja të vija me bicikletë, po akoma nuk kam mësu të eci me bicikletë në ujë. Të vjen keq që në fakt është një nga destinacionet e pakta ku nuk mund të vihet me bicikletë. Shiko, mund ta bash një pjesë mirë, një pjesë mirë deri në tragedi mund ta bash me bicikletë. Pastaj pjesën tjetër bëhet me këto varkat o këta një që janë dispozicion. Për të satën herë viziton lumin e Shalës. Është tjera por çik. Është tjera parë. Po unë nuk kam ardhë për arsye sepse gjithmonë kam lëvizur me bicikletë dhe këtu, si të themi, duhet një orë gjysmë paktën të ecësh me varg, kështu që kjo ka kanë vetë një gjë që më ka përmendur. Çfarë do të bësh sot për gjatë ditës? Si e ke ndërtuar programin tënd? Atëherë këtu programi pak a shumë është i kufizuar, sepse është një orar i caktuar i cili fillon edhe mbaron, kështu që nuk është njeriu ka shumë kohë në dispozicion. Po megjithatë kam shëtit bajagje dhe po shoh hapësirën e madhe. Do të rikthehesh? Patjetër, por jo gjatë verës, mendoj të vi nga shtatori ku ka shumë pak njerëz ose as pak. Dita në lumin e Shalës kalon shpejt, sepse edhe mundësitë për ta patur të larmishme janë shtuar. Lundrimi me kajak, shëtitja me kuaj, hiking duke shijuar natyrën dhe malet të rrotull, muzikë nga DJ të ndryshëm, volejbolli apo sporte të tjera plazhi e deri tek aktiviteti më i ri zipline. Janë disa prej aktiviteteve ditore që mund të bëni në këtë destinacion të mrekullueshëm turistik, duke shndruar lumin e Shalës në një vend jo vetëm për natyrë e relaks, por edhe për sport e aventura. Unë i nxita këta djemtë e altë si ta banin këtë investim, ato kishin mendimin tjetër, kanë edhe ngarkesë, nuk ka shumë forca punet, dhe prej 2 vjet që jam përpjekur dhe tashma investimi është i kryer. Interesant është që këtu ka nevojë përsëri për çështje të sigurisë, për çështje, pra jemi në përmirësim të gjithë parametrave, por ka rëndësi të njihen të gjithë teleshikuesit me një fakt shumë interesant. Është rregull evropian që për çështje sigurie, çfarëdo malli që ti je duke transportuar në këtë formë, pra teleferiku, zipline, çfarëdo, ka një koeficient caktuar që del nga llogaritjet. Kur bëhet fjalë për njerëzit, menjëherë ky koeficient shumëzohet me 5, pra siguria e njerëzve rritet shumë. Për këtë arsye dhe përveç hapësirave të betonit dhe këto që janë bën standard shumë të lartë, kavoja është marrë në Gjermani dhe gjithë rripat, kokorja, dorashkat, gjithë pajisjet janë marrë në Gjermani nga një firmë shumë prestigjioze, pra siguria është maksimale. Me pak investim, duke i bërë një kal për të bërë xhiro, duke i bërë një varg që ai të peshkojë, duke i bërë disa pata, disa lepra, çfarëdo lloj atraksionit që është për fëmijët por edhe për të rriturit,
ndikon për mirë. Dhe në këtë rast zipline është një nga atraksionet e cila shërben mjaft për çështje të rritjes së diversifikimit të mundësive që ka njerëzit. Dhe kemi parë që tani, për shembull këtu ka kanoe, po për çifiqemi të bëjmë një rrugë për mountain bike, u bë zipline, ka kuaj, janë 3 kuaj që mund të bëhet xhiro, ka dhe shtigjet markuara për hiking. Pra ne duam që ta bëjmë destinacionin i cili të ketë shumë variante. Jo vetëm hajde fli dhe dhe ik dhe shijo natyrën. Natyrë se bukur është, por është më shumë, si të merrni pjesë aktive këtu. Ndryshimet pozitive që ka vit për vit në lumin e Shalës, duke nisur nga shtimi i bujtinave që mirëpresi vizitorët e shumë të tjera, bie në sy tek çdo njëri prej atyre që rikthehet këtu, por në mënyrë të veçantë tek Kozeta, njëra nga gazetaret e para që ka realizuar një emision në lumin e Shalës, rreth 13 vite më parë, kur ai ende nuk ishte marrë famën që ka sot. Ka vite që qefi dhe puna janë grupuar në një dhe ja dalë më smiri. Do me thënë atje ku është puna është edhe arktimi dhe atje ku shkoj për arktim do e marrë gjithmonë kamerë me vete. E ke numëruar ndonjëherë se sa herë ke qenë në lumin e Shalës? Besoj do të jetë numër tek 9. Kemi ardhur këtu para 13 viteve ku nuk ishte asgjë, kishte vetëm një kaçore, maj një peme aty ku barinjtë e zonës vinin edhe shikonin baktit gjatë ditëve që qëndronin këtu. Nuk ishte absolutisht asgjë. Pushimet janë edhe natyrore, por edhe ato që i bën dora njeriut. Kur them natyror, do thotë që nëse pjesa e bregut ka qenë andej, ne shohim që andej ka lum, pra këtu është bazamenti i bregut që ndryshon vazhdimisht edhe këtë e vën re çdo vizitor që të paktën vjen 2 herë këtu, pasi është i lëvizshëm shumë pozicioni. Provova dhe zipline. Provove zipline. Provova zipline. Fantastike. Kisha frikë, shumë frikë, shqyqym që nuk ishte shumë njerëz aty për të parë se si më dridheshin gjunjët mua. Por ishte eksperiencë shumë e bukur. Për ta mposhtur frikën. Ai që kishte ndërtuar zipline-in, që kishte dhënë kontributin, ishte profesor Zef Gjeta dhe duke qenë se kam intervistuar disa herë, reputacioni i tij njihet dhe kur ai më thot mua ka siguri, nuk të ndodh asnjë incident, nuk ka ndodhur asgjë deri tani, patjetër do ta provoja. Pak edhe me të shtyrë, dhe sidomos kur të thot dikush 1, 2, 3, lëshoj, s'mund të rish aty. Këtu vërtet që mund të qëndrosh në restorante dhe të shijosh ushqimet bio të zonës që ta ofrojnë pa ndonjë gatim të specializuar. Janë banjot në ujërat e ftohta dhe të pasët të lumit të Shalës, kuptohet nuk mos prit të gjesh thellësinë këtu, po vetëm fakti që është ujë i ftohtë, gjërat janë krejt natyrore, shezonët janë vendosur në zall, jo e rëra tipike e plazheve. Për një pjesë këto janë të mjaftueshme, sepse është tipizuar të bësh turizëm në Shqipëri, do thotë drege mirë, shezoni mirë. Lumi i Shalës jo është këdo me bukurinë e magjishme të tij. Jo vetëm turistët e thjesht, por edhe artistët. Duket sikur ky vend është një muzë frymëzimi për ta. Po e shijoj në maksimum, është një prej atyre resurseve që sjell Shqipëria. Por në të vërtetë është një aventurë. Mendimi im është gjithmonë që është një aventurë. Ja, zipline, po vazhdon aty sipër. Po e shijoj dhe jam rikthyer që nga viti i kaluar. Shoh shumë ndryshime. Sa frymëzim të jep ky vend për të shkruar poezi, duke qenë se ti je lidhur shpirtshmërisht me poezinë? Sidomos ngjyra e gjelbërimi është i mrekullueshëm për natyra, është e mrekullueshme për poezinë, Mario. Është ajo që na karakterizon, sidomos kur rritesh në një vend të pazhvilluar shumë dhe zhvillohet bashkë me ty. E kujton atë ke dëshirë të rikthehesh ndoshta në ato fillimet tuaja. Shqipëria ishte shumë e bukur, mbase e kemi përçutnuar hera herës, por kur vjen tek këto vende që nuk kanë marrë atë zhvillimin e pa bukur të disa vendeve tjera të cilat janë betonizuar të tjera, natyra të jep një shpirt të lirë, edhe njeriu këto ka nevojë për me shkruar. Lumi i Shalës ka shumë llojshmëri peshish në ujërat e tij, por trofta është ajo që dominon më së shumti në ujërat të ëmbël. E përrjedhoj edhe gatimet tradicionale me bazë troftën janë ndër ushqimet që mund të konsumoni kur vini këtu, por mbi të gjitha çdo produkt është bio. Të përshëndes. Përshëndetje. Më përgatuj mish, peshk, gjanat ndryshme. A janë ushqimet e zonës apo janë të Shkodrës? Zonës.
Përgjithsisht cili është ushqimi që preferoj turisti? Mish edhe peshk. Nga viti në vit, rritja e numrit të turistëve ka ndikuar drejt për drejt edhe në rritjen e numrit të varkave për lundrim, si mjeti i vetëm për të vajtur në lumin e Shalës. Edhe tropuja, po edhe lumi i Shalës po punon mirë, edhe kushtet mira ka, domethënë për gjithë këta pushues, shqetësi po. Edhe transportin e kanë domethënë mund shumë në çdo kohë, po edhe Valbona mirë ka punon. Po, të kënaqen nëse punojnë, jo si punoj unë, po edhe gjithë punojnë kajfia, secili në zanatin e vet, si transporti me varka, si transporti me mjetet lundruese, si kuzhina për shembull, këtu punon, secili punon diçka me fjalë. Për të në vëmë të bos pjesë dërmose, domethënë, po ma shumë se polak se kanë preferu kurkush, asni ma shumë. Këtu polak vejnë shumë, domethënë. Vejnë rrëth 100 vetë, 200 vetë në ditë, ka ditë që edhe 300, 400, vesh polak. Plus ato si vejnë edhe tjerë. Dhe a jeni të gatshëm të përballoni ndoshta? Po, këti fluksi jena të gatshëm të përballojmë, domethënë. Allë më pas pak më shumë është nga dishmëri, sepse punohet me fjalë, nuk metet kurkush në tokë për pa më rrënjë të destinacioni për mjete. Zona do me thoni ka? Po pa i ka zonat plota, janë 2 tragete të mëdhaja i herë, edhe 2 tjera të vogla si punojnë, edhe për mjete nuk metet kush në tokë, më kupton, për mjete. Edhe për siguri, sepse unë jam mjet i siguruar, jam i certifikuar nga kantieri detar shqiptar edhe kontrollohem për çdo ditë për internet, domethënë me mjetet mia. Pasi ke kaluar disa orë të bukura në lumin e Shalës, vjen ai momenti kur duhet të kthehesh sërish. Dhe ti nuk e ndjen veten as pak të lodhur nga dielli i ditës, por me plot adrenalin nga soditja peizazhit të këtij vendi dhe zhytja në ujërat e tij, dhe ndihesh sërish gati për të përjetuar edhe një herë tjetër atë lundrim që zgjat deri në mbërritjen sërish në portin e vogël të kalatës së Komanit. Mund të flisnim edhe më shumë për lumin e Shalës, por kjo le të mbetet për ata që duan të shijojnë muzikën e mbrëmjes. Ndaj, nuk po i zbulojmë të gjitha, por diçka mund ta themi. Kjo pasuri e rrallë në gjithë të Alpeve shqiptare duhet mbrojtur, e ne duhet të kujdesemi ta ruajmë këtë thesar të natyrës, duke u munduar t'i respektojmë kapacitetet e saj, e duke i shijuar gjërat me mas, sepse, po e humbëm, nuk do të mund t'a rimarrim më në të ardhmen.